Konsumi i energjisë ka rënë ndjeshëm me rreth 4 milion kWh, si pasojë e ngritjes së temperaturave. Nëse ditë më parë, kur temperaturat shënuan nivele ekstremisht ulta, konsumi arriti në nivelin maksimal prej 26 milion kWh. Sipas informacioneve zyrtare, një ditë më parë konsumi shënoi nivelin 22 milion kWh. Kjo dëshmon se rreziku për të mos plotësuar kërkesën për energji nuk ekziston më. Megjithëse në periudhën e alarmit autoritetet qeveritare deklaruan se nevojat për konsumin e energjisë do të plotësohen dhe ky produkt do të blihet nga vendet e huaja me çdo çmim. Për këtë arsye qeveria akordoi për korporatën elektroenergjetike një fond prej 2 miliardë lekë nga kontingjencat buxhetore. Ndërkaq kesh vjen prodhimi normal të energjisë dhe rezervat ujore kanë rezultuar të mjaftueshme për prodhimin e energjisë. Tashmë nevojat për prodhimin e energjisë në vend është më e ulët se më parë. Kështu nga 14 milion kWh është i mjaftueshëm një prodhim energjie prej 10 milion kWh, pasi pjesa tjetër për të plotësuar konsumin prej 22 milion kWh importohet. Importi i energjisë po bëhet nga kesh dhe ÇEZ, ku ky i fundit kryen edhe importin më të madh të energjisë prej rreth 80% të totalit. Ndërkaq raportohet se deri tani niveli i ujit në hidrocentrale vijon të jetë konstant, që prej disa ditësh pra me rritje shumë të ulta.